Për ata thot Ibn Qayyim këtë feja lidhet në që këta. E para, kur thot raditu billahi rabba, unë jam I kënaqur se Zotin tim, Allahun e kam Zot tim. E çka nuk kupton këtu? Do thotë që këtë begatit të cilët I posedoj janë pi Zotit tim. Kanë diskutuar, kanë thonë cila është begatia më madhore që Allahu Azza wa Jalla ka dhuruar njerëzimit, ka thonë pika uji. Bota, Kina, ka mrrin Amerika, kanë mrrin shtetet e fuqishme, a ka arrit dikush dë një formul me në nxerë neve një pik uj. A kanë mundësi? S'kanë mundësi. Për ata në pika uj të është mërkollim. O gjallna min el maj kulle shejn haj. Ti s'mun me gjallëru, s'mun me ken I gjallë mos më konë pika uj. Pika uj të në sebeb. Të për ata në thot, a entum enzeltum ulma'a min el muzni em nahnu munzilun. A ju jeni që këni zri ujin nga ret, apo ne këna zri? Thot, shka me ndoni nëse ne ujin dhe ta mbajshmi të njelmë? A kishi pas mundësi ju me shujten e qënë të ujë? Kolla rajtu in asbaha ma'ukum gawara, fe me jetikum bi maj. Pa Allahu me të rejqë ujin të poshtë. Kush është? Cila fuqi që e qetë bi së përvajnë tokës? Sa përqen njeri ju ka uj në organizmin e vetë? A fër 70% këtë uj. Mos me pas uj, nuk mund me pa. Mos me pas uj, s'mund me ndëgju. Mos me pas uj, s'mund me logjiku. Mos me pas uj, s'mund me jetu. Pra këtë begati, kush ta ka dha? Kja është për Allahu të sërë. Edhe ma interesant si kja është formule e ujtë është HDO. Hidrogen, oksigen. Ana e dim se hidrogeni kallë, a oksigeni ndimon më kallë, ato rrinë bashkë, këta në jetën nuk kallë. Bile, e shuajnë zjarë. Asa mërkulli. Uj, para ta ka thonë, begatia me e madhe që Allahu Azza wa Jall. Njeri, në ditën e Kiametit ka mu pyet për begatit, këtë dunjo, para në çështje ka thonë Allahu, as kena thonë tije ujë të freskën për ta shujt eq. Kua falënderim? E disa qërë ka thonë uji është begatia e madhe, ama ka një begatia dhe me e madhe se uji. Kush mund me qenë me e madhe se uji? Me e madhe se uji është jeta, që I e gjallë. I vdekur e ka nevoj për uji? Këtë jetë të cilën ti sot jeton, a ti e ki përzjedhe Allahu ta ka dhëru? Sot që I e gjallë, sot që I merë frimë, sot që lëviz, a ti e ki përfitu me aftësit dhe kontributin tanë apo Allahu ta ka dhëru? Allahu ta ka dhëru. Ka thonë ka diçka edhe ma madhore se sa jeta. Çka është? Shëndeti. Mos baskon shëndetin ti s'kishe qenë sot xhami, kishe qenë spital. Po je në punë, po mos baskon shëndeti ti s'ishe kanë punë. Po je në mësim, po mos baskon shëndeti s'kishe mund me ligjeru. Po je duke ndëgju, po mos baskon shëndeti ti ketë këto a kishe mund me realizu, s'kishe mund. E mbita koka e shëndetit është mençuria logjike. Për ata të ne çka thojnë Allahu të rujt men. Për këtë arsye kjo është begati. Mendja gjevajr, apo? Allahu Azza wa Jall begatit më të madhe që njeriut ja ka dhuru të menduar. Për ata edhe banorët e xhenemit e pohojnë dhe thojnë, na me pas shfridzu këtë begati nuk ishmi qenë gjenem. Shka le u kunna nësmau au na akilu ma kunna fi ashabi sajt. Na di puni këna neglizhu. S'kemi da ko për me ndëgju. Hoxha ka fol, në në kafe. Hoxha fol, ki ndeshje. Hoxha këshillon, ki menë si ka ati parë. Tamam? Për ata ne nuk ja kena nu menën të ndëgjuarit dhe të logjikuarit. Të analizojmë. Këtale, për këto levizit që I kam unë, të kam orë dhe njerë midisi, a ki pasë sa fështira, këpëton këtë trupi, a këpëton paralizohet. Pra Allahu Azza wa Jall që ka dhuru këto begati, po begatia më madhore mbi gjithë këta, është vëllezër të ndeshëm që Allahu Azza wa Jall na ka pasuru me Islam. Se Islami e sistemi jetës. Islami të mëson se pse ke ardhur këtë botë. Islami të mëson kush janë krijuesi jonë. Islami mëson pse jeton ti. Islami mëson ku shkon ti. Çfarë misioni ke. Islami të mëson në rastin e martesës, gëzimit, si të gëzosh, si të martoni.
Islami të mëson si me ediku fëmijët e tu, Islami të mëson si mos sjell me të vjetrit, Islami të mëson si më shiru të vegjël. Kja sistem që kanë gjelozu të qertë për këtë din, këtë fe. Këtë shpenzime tash bota i jep edhe për shka? Për shkak gjelozi që e ka se ti e ke, nëse ke. Kohën e koronës bujëm ku hartrohet, dilshin video inqizimin në perëndim, po të civilizimit, na mësojshin se si mi la duhet. Apo? A njeri i shkretirës, a kupton? Para 1400 e diçka vetë ka mësu tije se si mu pastru. Kja është islami jonë, kja është dini jonë. Para të thënë të Ibn Qayyim, këto janë di hadith dhe vendimtare në islam. E para, të pohojsh me zemër se unë jam i kënaqur që Allahu në kam Zot. Jam i lumtur që pejgamberin Allahut e kam mësues të dërguarit Allahut. Jam i lumtur që jam musliman. E nëse e ban këta, thot vjen ditë hadith që thonë të pejgamberi Allahut, dha qatamel iman. Vetëm ki e shijon ëmbëlsirën e Islamit. Kënaqësinë, ëmbëlsirën e Islamit s'ka mundësi çdo kush ta shijon. Kush është? Ai i cili është i kënaqur që Allahu e ka Zot ti. Ai që është i kënaqur që Islamin e ka sistem të jetës së vet, dhe ai që i kënaqur që pejgamberin Allahut e ka të dërguar ti. E lutim Allahun azza wa jall që Allahu ta na ban nga ato. Allahu shpo bled për ndëgjimin dhe respektin. Allahu nderoj Shekhin Yusuf, Allahu ju begatoft me të mira.